Nëse nuk flini dot natën, ja si të shpëtoni nga pagjumësia me këtë recetë. Si mund të bëni një gjumë të mirë? Një recetë e mirë për të pasur një gjumë të lehtë dhe të thellë është të konsumoni fruta dhe ushqime të duhura. Sipas një studimi, ngrënia e frutave të kivit para se të flini ju ndihmon të bëni një gjumë të thellë. Gjithashtu, gjumi cilësohet si një nga elementet më të mirë për jetëgjatësinë dhe shëndetin e organizmit tuaj. Studimi ka treguar se ngrënia e 2 frutave të kivit përpara se të shkoni në shtrat çon në një gjumë më të mirë sipas rezultateve të studimit të vitit 2011 në Universitetin Mjekësor të Taipei, citon The Guardian. Kivit ka nivele të larta të serotoninës, i cili është kritik për të fjetur, të cilat janë ushqime të cilat ndihmojnë edhe në cilësinë e gjumit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe shpendët dhe frutat për një cilësi më të lartë të gjumit. Mishi i pulës dhe ai gjeli të detit ka nivele të larta të tripofanit, të cilat gjithashtu do të rrisin serotoninën. Ushqimet që kanë nivele të larta të tripofanit dhe vitamina B6 ju ndihmojnë të krijoni melatoninën, hormonin e gjumit, citon Nerina Reklahen, ekspert e gjumit dhe autori e Fast Sleep, citoi se burimet të tjera të mirave janë edhe fasule, thjerza, djathi, toni, vezët, drithrat, arrat dhe farat, ose ju mund të konsumoni melatoninën vetë. Kjo do të përfshinte gjëra të tilla si qershit, lëng qershie ose tërshërat, citoi ekspertja. Bananet në kombinim me perimet me gjethe janë një zgjidhje shumë e mirë për cilësinë tuaj të gjumit. Ushqimet janë të pasur me kalium dhe magnez që ndihmojnë për të çlodhur muskujt, sepse shumë njerëz vuajnë nga shqetësime të tilla si këmbët e lodhura, citon ekspertja. Burimet e mira të magnezit përfshijnë drithra, arra dhe perime me gjethe të gjelbra dhe të errta. Ushqimet e pasur me kalium përfshirë bananet, patatet, kajsit dhe qumshtin. Një studim i vitit të kaluar në Universitetin e Colorados zbuloi se fibrat prebiotike të gjetura në ushqime të tilla si qiqrat, artiçoka dhe preshi, të cilat jo vetëm që ushqejnë mirë bakteret e zorëve, por përmirësojnë edhe gjumin. Megjithatë, ekspertët sigurojnë edhe një zgjedhje të dietës më të mirë kundër problemeve të komplikacioneve të pagjumësisë. Shtoni fibrat në dietën tuaj. Një studim i Universitetit të Columbia, duke përdorur 26 vullnetarë, zbuloi se një dietë e pasur me fibra, ushqimet si fasule, thjerza, manafera dhe drithrat mund të çojnë në një gjumë më të mirë, ndërsa një dietë me konsum më të madh të yndyrës së ngopur dhe konsum më të ulët të fibra u shoqërua me një gjumë të bezdisshëm. Është më e rëndësishme të hani ushqime cilësore. Kushdo që ka ngrënë për një drekë gjigande të dielën do ta dijë se sa i përgjumur mund të ndihet më pas, por ushqimet të vogla të rregullta janë të rëndësishme për gjumin e përmirësuar, citoi ekspertja. Shumë njerëz ndihen të përgjumur pas një vakti të madh sepse ata kanë më shumë peshë dhe shkalla e ndryshimeve të sheqerit në gjak stimulon edhe përgjigjen e insulinës që i qetëson ato, citoi ekspertja. Nuk është vetëm ajo që hani, por edhe modelet e të ngrënit që bëjnë ndryshimin. Sigurohuni të hani mëngjes, ai stabilizon sheqerin në gjak dhe minimizon prodhimin e adrenalinës. Kjo do të ndihmonte në prodhimin e melatoninës, hormoni i gjumit, i cili ju ndihmon të relaksoheni dhe gjithashtu të keni një gjumë cilësore në mbrëmje. Shtoni në dietën tuaj qershi. Konsumi i qershive ose lëngut të tyre sigurisht që do ju ndihmojë, pasi ato janë burime të mira të melatoninës që na ofron natyra. Melatonina njihet edhe si hormoni i gjumit. Ajo lind nga shëndrimi i serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndjeheni të lodhur dhe gati për gjumë. Kështu që ju mund të flini më mirë pa marrë asnjë ilaç ose tabletë tjetër artificiale. Këtë e tregojnë edhe disa studime të cilat subjektet e testimit pinin një gotë me lëng qershie para se të flinin. Ata i zuri gjumin mesatarisht 17 minuta më herët. Gjëja më e mirë është se efektet anësore të pilulave të gjumit nuk duhet të merren parasysh këtu sepse është një produkt krejtësisht natyral dhe i shëndetshëm. Qiqrat. Qiqrat janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për gjumin. Ato janë të pasura edhe me vitaminën B6. Kjo kërkon nga trupi në mënyrë që të jetë në gjendje të prodhojë melatoninën.
Qiqrave nuk ju mungon as kalciumi dhe as magnezi dhe ky kombinimi bën ato të përsoshura për mbrëmje kur shpresoni për një gjumë më të mirë. Drithrat. Nëse mungon vetëm magnezi, një bukë e thjeshtë integrale mund të ndihmojë në vend të tabletave. Dihet se ushqime me drithra integrale që nxisin gjumin ju ofrojnë në gjumë edhe më shumë magnez. Studimet madje tregojnë edhe efektin e magnezit në nxitjen më të mirë të gjumit. Produktet me drithra integrale janë një recetë vërtet e mrekullueshme, veçanërisht kur bëhet fjala për stresin, pasi magnezi redukton çlierimin e hormoneve të stresit. Si alternativë ndaj bukës, mund të përdorni për shembull edhe bollgurin. Produktet e qumshtit. Ushqimet që nxisin gjumin vijnë në të gjitha format dhe ngjyra të ndryshme. Nëse nuk jeni vegan, bulmeti mund të bëhet miku juaj më i mirë. Ato përmbajnë triptofan, i cili është një aminoacid i rëndësishëm për trupin. Ato bëjnë të mundur që trupi të prodhojë serotonin. Serotonina është një hormon i lumturisë që ju bën të lumtur dhe pengon mendimet e bezdisshme që vijnë gjithmonë në mbrëmje. Serotonina gjithmonë është e nevojshme për prodhimin e melatoninës. Frutat e thata. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit janë frutat e thata. Frutat e thata përmbajnë aminoacide esenciale dhe nëse dëshironi të përfshini dy fish, mund t'i kombinoni gjithashtu të dyja. Për shembull, mund të përzierni frutat e thata me kosin tuaj përveç efekteve që nxisin gjumin, keni edhe një ushqim të shijshëm për në mbrëmje. Kushdo që ende beson se yndyra është gjithmonë e keqe për trupin, nuk është marrë si duhet me ushqyerjen, sepse yndyrat e shëndetshme, siç gjenden te frutat e thata, perimet dhe frutat nuk janë as pak të dëmshme, por një pjesë e rëndësishme e dietës së ekuilibruar. Avokado. Në listën e ushqimeve që nxisin gjumin nuk do të ishte plot pa avokado. Këto gjithashtu përmbajnë magnez i cili siguron muskujve që të relaksohen. Ju mund të dalloni mungesën e magnezit nga fakti se muskujt dhe nervat tuaj provokohen shumë lehtë. Kjo krijon shqetësime të brendshme që e bëjnë të vështirë që ju të bini në gjumë. Përveç kësaj, magnezi mund të përshpejtojë rigjenerimin e muskujve dhe në këtë mënyrë të shkurtojë dhimbjen e muskujve. Çaji. Çaji i mirë është një qetësues i vjetër. Mënyra më e mirë për të bërë këtë është të zgjidhni llojin qetësues si kamomile ose livando. Ndryshe nga çajrat e frutave, këto ende përmbajnë disa përbërës aktiv që qetësojnë trupin tuaj. Veçanërisht kamomili është i përshtatshëm për shkak të antioksidantëve. Kjo lidhet me receptorë të ndryshëm të trurit tuaj, të cilët mund t'ju bëjnë të bini në gjumë më shpejt. Bananet. Bananet janë kulmi i dietës suaj. Nuk ka asnjë dyshim për këtë frut që mund të ofrojë edhe një zgjidhje të mirë kundër pagjumësisë. Bananet përmbajnë magnez, kalium dhe vitamina. Këtu gjenden edhe aminoacide triptofan, të cilat njihen si përgjegjës dhe të aftë për trupin të prodhojë melatonin. Në kombinim me magnezin dhe kaliumin, temperatura e trupit ulet dhe ekuilibrohet hormoni dhe rregullohet. Kjo çon në një gjumë të relaksuar. Gjithashtu, siç e përmendëm në fillim të kësaj video, ka dhe ushqime të cilat duhet t'i shmangni përpara gjumit. Duhet të evitoni nga djathi, sidomos ato siç është Gouda, mozzarella dhe Parmigiano, pasi janë të vështirë për t'u tretur dhe shkaktojnë probleme me gjumin. Gjithashtu duhet të evitoni nga dieta juaj përpara gjumit nëse vuani nga pagjumësia, peshkun e konservuar, sallamrat, turshit, ullinë dhe çokolladat, të cilat përmbajnë edhe kafeinë të tepërt. Kështu mund të krijoni edhe shqetësime në gjumin tuaj. Evitoni gjithashtu djathrat. Djathrat e shumtë të yndyrnave janë të pasura me tiamina, aminoacide që bëjnë trurin të lëshojë stimulues që vonojnë relaksimin. Nëse dëshironi të hani djath para gjumit, preferoni djathin krem ose gjizën që nuk ka tiamin. Makaronat gjithashtu mund të nxisin probleme të pagjumësisë. Ndaj tregohuni të kujdesshëm atë që shtoni në dietën tuaj, për të evituar kështu problemet që lidhen edhe me cilësinë e dobët të gjumit. Përpara se të shkoni për të fjetur, mos konsumoni sasi të tepërta të lëngjeve, pasi mund të krijojnë gjithashtu probleme me cilësinë e gjumit dhe të nxisin vazhdimisht arritjen e pagjumësisë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.